Kjo është një ngjarje që qytetit i dhem dhe që mendoj me të vërtetë që harresa dhem më shumë ndonjëherë se sa vetë ngjarje që pashmangshmërisht tashmë ka ndodhur. Unë kam pasur si mendim vazhdimisht dhe le të themi ndihem shumë mirënjohëse gjithë familjarëve që më lejuan edhe më ndihmuan në organizimin e këtij aktiviteti. Dhe shpresoj dhe patjetër që do kem ndikimin që të jetë i përvitshëm jo vetëm në përvjetore, sikurse është ai viti tjetër që do të jetë 30 vjetori i tregjetit Sot Rambës. Se si ka shkuar në vend drejtësia, çfarë do bëhet në vijim nëse ka diçka të hapur? Nuk mund të jem unë që ta them a ka shkuar në vend drejtësia apo jo. Unë mendoj që ajo çfarë ne mund të bëjmë sot dhe që besoj ja kemi dalë në një farë mënyre është që të mos të përsëriten më tragjedi të tilla. Kjo tragjedi që nuk është thjesht tragjedi, po është një tragjedi e krijuar me dashje. Sot në këto momente familjarët përballen në një dhunë psikologjike, jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur, ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë, i ka goditur dhe një herë. Është e pashmangshme të thuash të gjendet trupi dhe fëmia 6 muajsh siç ka ndodhur me vajzën e Dilavis Sherifaj dhe të thotë gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Këto viktima kanë dalë në 14 nëntor dhe preje në Vareza.